qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. E kuptoni ju? E kuptoni ju? Do bëj patriot kush? Kush? Njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandar Vučići. Po. Unë ju them ju, 36 marrëveshje ishin firmosur gjë në fund të vitit 2013. Edi Rama mori përsipër projektet e Beogradit për ndarjen e Kosovës dhe ndryshimin e kufive. Me një seri takimesh të fshehta. Edi Rama për qëllimet e tyre abdetare është histori i pari që paditi kryeministrin detyrë të Kosovës se mbronte interesat e qytetarëve të tij. Edi Rama bashkë me Vučićin, i cili se fshihte se Serbia do bëhet më e madhe me ato që do marrë në Kosovë. Nuk e fshita, e kishte të hapur. Punoj me të gjitha forcat për ndarjen dhe shpërbërjen e pavarësisë Kosovës. A ju kujtohet ju slogani i tij për Mitrovicën dhe veriun e Kosovës, toka e askujt. Reminiscencë kjo e atyre qarqeve antishqiptare që sa herë donin të ndajnë dhe të coptojnë trojet shqiptare, nxirrin teorinë e tokës askujt. As Miloševići se kishte thënë, as Miloševići se kishte thënë këtë toka e askujt. Edi Rama e thot toka e askujt. Edi Rama është autori. Do t'i themi gjërat këtu. Autori i Ballkanit hapur. Dhe kur doli në Novi Sad me padronin e tij, vunë përpara hartën në të cilën Kosovën e nxirrin pjesë të Serbisë. Hartën e viteve 70. Kërkonte, një minutë, se duhet memoria, janë çështjet jashtëzakonisht të ndjeshme kombëtare. Kërkonte me çdo kush që Kosovë e Veriut t'i shkputej Kosovës. Kërkonte me çdo kusht. Madje paralajmëronte se po të mos ndodh kjo do jetë koha e bronzit. Duke aluduar se Vladimir Putin mund të hedhë prella nukleare. Do na kthej në kohën e bronzit. Janë vërteta këto. U bë i pari person që vuri sanksione Republikës Kosovës, qeverisë Kosovës, përfaqësuesve legjitim të qytetarëve të Kosovës. Asnjë sanksion padronit tim Vučić. Asnjë sanksion. Asnjë. Bëri statutin e komunave të Veriut të mori nga Beogradi dhe publikoi statutin sipas oreksit Beogradit. Më thoni ju mua, a ka antishqiptar si ky? Dhe dje nuk voton dhe dje urdhëroi mos votimin e rezolutës. Të faktur janë 13.000 shqiptarë
nga cilët 2000 janë në front, po të tjerët janë vetëm se kanë qenë shqiptarë. Të tjerët janë vrarë vetëm për shkaqe mirëfillas etnike. Po një anti-shqiptarë si ky nuk pranon të... Edhe në gjuhët ju vetë dje, Tao çfarë tha dje, që është interesante. E vërteta është që në stadiumin e Leskovsit, i mbushur me ultranacionalistë të përzgjedhur nga Vučići, për t'u dhënë zemër lojtarëve të vetë, ka shpërthyer me histeri, brori, thirrjet, Sali Berisha. Vetëm që të motivonin lojtarët kundër ekipit kombëtar. E çfarë thoshte ai? Ajo dëgjuat ju keqardhjen e Serbët na fyerin ne duke na thënë Sali Berisha. I shifni ju çfarë vasalësh janë këta? Tao thot në parlament se Serbët na fyerin ne duke na quajtur Sali Berisha. I kupton çfarë skllëvish janë këta? Qenje të shpërftyruara. Në fakt ne shka u fitue. Dhe për herë të parë Serbia humbi. Mori atë që meritoi në tokën e vetë. Ai slogan, në vend se të motivonte ekipin, motivoi kundërshtarët. Dhe aty morë një disfat të turpshme. Le që ishin fare dopt njerëz. Ishte një ekip ndër më të dopt që kisha, ishte nuk shifej në fush. Këto kisha. Zoti Berisha, në konferencën e kryetarëve, kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi ka hadhur një ide ku thotë se nëse socialistët do të thonë me zë të lartë që do të votojnë javës tjetër një rezolut për gjenocidin në Kosovë, atëherë demokratët do të marrin pjesë në protestën që do të zhvillohet sot. A është ky kushti i juaj për dalë në protestë i Partisë Demokratike që nëse socialistët do të votojnë një rezolut kundër gjenocidit në Kosovë, ju të dilni në protestë? Absolutisht është gjëja më themelore. Gjëja më themelore. Po s'votojnë ata. Ku e lën Vučići këtë me votuar? S'votojnë kurse si. Këta nuk guxojnë. Më shkruan të një mik për genocidin e shqiptarëve, nuk janë tre, janë prore. Ti ke dekretuar genocidin grek najçanëve? Po, e kam dekretuar. Tivari, akti të mërshëm genocidi, cili do që lexon. Luma, unë ju bëj thirrje të lexoni, është nga genocidet më të para. Dhe çfarë shkruajnë? Ata që e panë, thuaj, u kryen krime, thot, të panjohura, kur më parë në të gjitha luftrat para kësaj lufte. Na i kujt, na i fshatarëve të Pobregut, të Kullës Lumës, të atyre fshatrave, për faktin se kishin mbrojtur vendin e tyre një vit më parë. Një vit më parë, ata thyrën, turpruan, një ushtri që kishte vërshonte drejt Shqipërisë vetëm me një qëllim që Shqipëria të mos shpallë dot pavarësinë në nëntor të vitit 1912.